28 shtator. E mira jon është lavdia e ti. Por ti kur lutesh, futu në dhomëzën tënde, mbylle derën dhe lutju atit tënd në fshehtësi, dhe ati yt që shikon në fshehtësi do të ta shpërblej haptas. Mateu 6:6. Një kundërshtim i zakonshëm ndaj hedonizmit të krishterë është që i vendos interesat e njeriut mbi lavdinë e Perëndisë. Do me thënë, që e vendos lumturinë time mbi nderin e Perëndisë. Por hedonizmi i krishterë nuk e bën as pak këtë gjë. Nuk ka dyshim që ne, hedonistët e krishterë, përpiqemi të kërkojmë interesin dhe lumturinë tonë me gjithë forcë. Ne mbështetim vendimin e të riut Jonathan Edwards. Zotohem të përpiqem që të fitoj për veten time sa më shumë lumturi që të jetë e mundur në botën e ardhshme, me gjithë forcën, fuqinë, zellin, vrullin, por edhe me gjithë dhunën që mund të ushtroj dhe në çdo mënyrë që mund të mendoj. Megjithatë, ne kemi mësuar nga Bibla dhe nga Edwards se interesi i Perëndisë është që të madhëroj plotësinë e lavdisë së tij, duke derdhur mëshirë me bollok mbi ne, mëkatarët që kemi nevojë të dëshpëruar për të. Prandaj, kërkimi i interesit dhe i lumturisë tonë, edhe nëse kjo na kushton jetën, nuk qëndron kurrë mbi interesin, lumturinë dhe lavdinë e Perëndisë, por qëndron gjithmonë në interesin, lumturinë dhe lavdinë e tij. Një nga të vërtetat më të çmuara në Bibël është se interesi më i madh i Perëndisë është përlëvdimi i pasurisë së hirit të tij, duke i bërë mëkatarët të lumtur në të. Kur e përulim veten si fëmijë të vegjël dhe nuk tregojmë asnjë pikë vetmjaftueshmërie, por endim të lumtur në gëzimin e përqafimit të Atit ton, lavdia e hirit të tij madhërohet dhe ëndja e shpirtit ton kënaqet. Interesi ynë dhe lavdia e tij bëhen një e vetme. Kur Jezus i premtoi te Mateu 6:6, Ati yt që shikon në fshehtësi do të ta shpërblej haptas. Ky është një shpërblim të cilin ai dëshiron që ne ta kërkojmë. Jezusi nuk na josh me një gëzim që nuk duhet ta kemi, por ky shpërblim, ky gëzim, është fërshimi i braktisjes së lavdërimit njerëzor dhe i të shkuarit në dhomëzën e lutjes për të kërkuar Perëndinë. Prandaj, hedonistët e krishterë nuk e vendosin lumturinë e tyre mbi lavdinë e Perëndisë. Ata e vendosin lumturinë në vetë Perëndinë dhe kështu zbulojnë të vërtetën e lavdishme që Perëndia përlëvdohet më tepër në ne kur ne kënaqemi më tepër në të.